Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti. Sot, Krusha, më shumë se një emër, është një amanet. Është zëri i 206 martirëve të cilët thrasin për një grimcë drejtësi. I nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës. E Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, e nderuara zëvendës Kryeministre e Qeverisë, zonja Emilia Regjepi, të nderuar ministra e zëvendës ministra, deputet të kuvendit, përfaqësues të institucioneve shtetërore, i nderuari drejtori i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës së Kosovës, Abdullah Hetemi, të nderuar invalid e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shoqatët e dalë nga lufta, shoqatët të personave të pagjetur të zhdukur me dhunë, të dashura nëna dhe familjarë tjerë dëshmorëve martirëve të kombit, i dashur Andin Boti, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, i nderuari kryetari i Komunës Trahovecit Smajl Latifi, i nderuari kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i nderuari kryetari i fshatit Krushë e Madhe Selami Hoti, të nderuar drejtor të komunës e asamblesë, kuvendit komunal, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, shumë të dashur banor të Krushës së Madhe me rrethinj, në këtë vend që mban emrin dhe dhembjen e madhe, jemi bashkë për të nderuar kontributin dhe sakrificën e jashtëzakonshme për Republikën e Kosovës. Bashkë me familjarët, mbijetuar e dëshmitar të masakrës Krushës së Madhe, përkujtojmë sot një nga masakrat më mizore të kryera nga aparati shtetëror serb. Ndërmjet 25 dhe 27 marsit 1999, forcat serbe këtu vranë pamshirshëm 155 civil shqiptar. Në mesin e tyre ishin edhe 7 fëmijë e 5 gra. Njëra nga to ishte 7 zënë. Forcat e Serbisë zhdukën me dhunë 64 krushian, mes tyre edhe intelektualin e jashtëzakonshëm e veprimtarin e Pajepur Këshin Boti. Mbi 700 shtëpi u dëgjën bashkë me institucione fetare e kulturore. Në Krushë të Madhe janë edhe 2 krematoriume. Në krematoriumin e parë, gjurmët e cilët janë ende të dukshme, forcat serbe dëgjën 19 civil të pafajshëm shqiptar, e në krematoriumin e dytë, në shtëpinë e familjes së Nezer Durakut, u dëgjën mizërisht mbi 40 civil të tjerë. Institucioni i ri ndërtuar këtu, Muzeu i Masakrës Krushë të Madhe, është dëshmi sa e krimeve të Serbisë gjenocidale, aq edhe e ngallënimit të Republikës së Kosovës. Këto dhoma të çmerrit, këtu në Krushë të Madhe, i pa personalisht edhe ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe Robin Cook, gjatë vizitës e tij në qershor të vitit 1999. Ai deklaroi se, po citoj, ata i kishin vrarë qëllimisht dhe pamshirshëm dhe se po aq sa ndjen keqardhje për viktimat, ndjen zemrim të thellë ndaj atyre që kryen këto vrasje dhe ndaj atyre që dhanë urdhrat në Beograd, mbaron citati i ish-ministrit të jashtëm britanik Robin Cook. Masakra në Krushë të Madhe ishte pjesa e akuzës për krime lufte kundër kasabit Ballkanit Slobodan Milošević. Përkundër kësaj drejtësia ende nuk ka vepruar dhe kryerësit nuk janë dënuar. Është evidente që policët dhe ushtarët e Serbisë kanë pasur urrëtie të mëdha dhe plan të qartë për të kryer krimet, ku brenga e tyre më e madhe ka qenë zhdukja e kufomave. Pra zhdukja e gjurmëve të krimit. Zhdukjet me dhunë, rrëmbimet, djegjet dhe hedhja e kufomave në lum e forma të tjera çnjërzore të dëmtimit të zhdukjes kufomave janë dëshmi të qarta të këtij projekti gjenocidal. Për të mbledhur dëshmitë dhe për të dokumentuar me saktësi krimet anë mban Kosovës, kemi funksionalizuar Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës së Kosovës. Andaj u bëj thirrje të gjithëve që të kontriboni me të dhëna e dëshmi në këtë proces të rëndësishëm për ruajtjen e historisë, nderimin e viktimave e të ardhmen e brezave të rinj. Kjo është si shtesë regjistrimit të popullsisë nga fund viti i kaluar, që për herë të parë Republikën e Kosovës ka përfshirë edhe evidentimin, regjistrimit e humbjeve dhe vuajtjeve që kemi përjetuar gjatë luftës. Për adresimin e krimeve të kryera gjatë luftës, kemi zhvilluar bazën ligjore të munguar për shumë vite dhe kemi rritur kapacitetin e institucioneve për adresim efikas të tyre.
për hetimin dhe të vërtetën, me strukturën e re të miratuar të policisë Kosovës, i kemi ngritur në drejtori hetimet e krimeve të luftës me 41 zyrtare hetues nga 19 sosh sa ishin më herët. Me rritjen e numrit hetuesve, qartazi po shtohet edhe numri të intervistuarve dëshmitar të krimeve të luftës. Në shërbim të drejtësisë për këto krime, kemi bërë të mundur gjykimin mungesë të kriminalëve sërbë të luftës, kemi bërë ndryshimet e nevojshme ligjore që do të përballen me drejtësi, andaj nga këtu i bëj thirrje edhe një herë sistemit të drejtësisë në Kosovë që të trajtoj krimet e luftës me urgjencë dhe përgjegjësi morale e historike e kombëtare përveç se profesionale. Të dashura motra dhe vëllezër, këtu në Krush përkulemi me shumë mallë pikëllim, por edhe me shumë krenari e admirim që këta burra e gra që i patëm dhe për çlirimin që e arritëm. Rënja e tyre me fleme sakrificë është udhërrëfimi për neve se si të ecim përpara pa u ndalur e pa devijuar. Këtu në vendlindjen e Basesuk, profesori Tukshin Hoti kujtoi me nderim veprën e tij për jetën dhe përpjekjen tonë politike që të jetojmë me dinjitet të bashkuar në shtetin i cili na shërben të gjithëve si republikë dhe që është republikë përveç se demokratike edhe republikë për zhvillim. Nuk e harrojmë kur sakrificën e nënave që në dhembjen e humbjes së nënkët dhe në pritjes i keni rritur fëmijët tuaj. Ju që para 26 vitesh ishit subjekt i luftës njerëzore për e servis, sot e një qerek shekulli më parë jeni heroinat tonë. Përpulemi me respekt të pafund para forcës dhe qëndresës tuaj. Jemi mirënjohës për kontributin e grave dhe solidaritetin ndaj njëra tjetrës që është frymëzues për mbar popullin tonë. Jemi krah për krah e këmbgulës në rrugën tonë drejt drejtësisë. Të nderuara zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, Republika e Kosovës angazhohet për paqe dhe barazi mes kombeve në Ballkan. Ne besojmë se themeli i paqes është drejtësia për viktimat dhe ndëshkimi i kriminalëve. Lavdi 22 dëshmorëve dhe 155 martirëve nga Krusha e Madhe. Lavdi të gjithë dëshmorëve e martirëve të mbar kombit shqiptar në të gjitha fazat e ngritjes e rritjes së tij.